Mënyrat më të mira alternative për të trajtuar bajamet dhe problemet e tyre. Bajamet mund të infektohen dhe acarohen për shkak të llojeve të ndryshme të bakterieve dhe të viruseve. Megjithatë, shkaku më i zakonshëm i infektimit të bajameve janë bakteriet e quajtur Streptococcus dhe bakterë Strep. Disa nga shenjat dhe simptomat më të zakonshme të infektimeve të tyre janë dhimbje fyti, bajame me ngjyrë të kuqe ose me njolla të bardha, trashje e zërit, erë e keqe e gojës, të dridhura, dhimbje koke, dhimbje qafe dhe nofulle. Por është e rëndësishme të përdorni edhe receta alternative në kushte shtëpie për lehtësimin e tyre në rast se nuk keni mundësi që të shkoni tek mjeku. Lëngu i limonit është një zgjidhje shumë e mirë. Ai përmban vitaminën C dhe është i rëndësishëm edhe për rritjen e imunitetit. Konsumoni shpesh lëng limoni të freskët, olluar me pak ujë dhe me mjaltë. Mjalti ka veti të shkëlqyer antibakteriale që lehtëson problematikën tuaj. 2 lugë mjaltë 3 herë në ditë janë mëse të mjaftueshme. Shafrani indiz, gjithashtu çaji xhenxhefili dhe lëngu i qepës do t'japin rezultate përkatëse efektive në lehtësimin e këtyre komplikacioneve.